Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj, një javë ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin për të mbyllur këtë fundvit me një lajm të tmerrshëm që ka tronditur po Gradecin, por edhe të gjithë shqiptarët. 12 vjeçaria përdhunohet nga një i moshuar dhe mbetet shtatzën. Rasti ka ndodhur në Pogradec, por unë kam marrur detajet më të fundit në fakt se çfarë ka ndodhur dhe si ka arritur puna deri këtu. Ngjarja e rëndë që ka tronditur opinionin publik ka dalë në dritë pas deklaratave paraprake të familjarëve të sëmiturës, të cilët kanë rrëfyer se mes tyre dhe autorit të dyshuar ekzistonte një marrëdhënie e hershme miqësore. Do me thënë, zotëria në fjalë, i cili ka përdhunuar fëmijën e tyre, ka qenë një mik i hershëm në familjen e tyre, dhe ka qenë mik me vite në atë familje. Sipas tyre, familjet njiheshin prej kohësh, kishin raport konkret dhe frekuentoheshin shpesh në shtëpitë e njëra tjetrës, çka kishte krijuar një ndjenjë besimi të plot pa asnjë lloj dyshimi se mund të ndodhte një ngjarje kaq e rëndë edhe kaq tronditse. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se banesat e autorit të dyshuar dhe të miturës ndodheshin ngjitur me njëra tjetrën. Pikërisht, kjo afërsi fizike dhe marrëdhënia e mirë mes familjeve kishte bërë prindërit e vajzës të lejonin atë të shkonte shpesh në dyqan. Do me thënë, zotëria ka patur aty një dyqan ku vajza shpesh ka shkuar, me qëllimin për të ardhur në ndihmë familjes së autorit të dyshuar, do me thënë që t'ju ndihmonte gjërat për t'i blere, gjithçka për familjen e autorit. Sipas familjarëve, kjo ishte parë gjithmonë si një gjest normal dhe njerëzor, pa asnjë rrezik apo një lloj dyshimi. Do me thënë, zotëria në fjalë ka qenë mik i vjetër në këtë familje. Do me thënë, me babain e vajzës, me nënën e vajzës ka patur një raport jashtëzakonisht të afërt, një raport shumë miqësor. Dhe vajza 12 vjeçare, kur ka ikur në shitore të blej gjëra për familjen e saj, ka bler edhe për familjen e zotëriu. Do me thënë, e ka respektuar në maksimum, i ka respektuar si prindërit e saj. Rasti është evidentuar vetëm pasi prindërit kanë vënë re ndryshime të dukshme fizike tek 12 vjeçaria. Të shqetësuar nga gjendja e saj, ata e kanë dërguar menjëherë në spital për ekzaminim mjekësor. Pas vizitave dhe analizave përkatëse, mjekët kanë konfirmuar se e mitura ishte shtatzën, një fakt që ka shkaktuar tronditje të thellë tek familjarët dhe ka alarmuar menjëherë autoritetet përkatëse. Do me thënë, në momentin kur kanë bërë ekzaminimin mjekësor pasi kanë parë që vajza ka ndryshime në trupin e saj, kanë kuptuar që vajza e tyre ishte shtatzën, normalisht duke mos ju shkuar mendja fare tek i dyshuari. Sipas informacioneve paraprake, mësohet se i moshuari Rushan Selko dyshohet se e ka kërcënuar vazhdimisht të miturën, duke i kërkuar asaj që të mos të tregonte asnjë gjë për ngjarjen. Kërcënimet e vazhdueshme dhe frika e krijuar tek vajza dyshohet se ka ndikuar që ajo të heshte për një kohë të gjatë deri në momentin kur shenjat fizike u bën të pamohueshme. Do me thënë, Rushani, në momentin kur ajo ja ka çuar gjërat ke shtëpia, që prindërit e kanë lejuar të shkojnë në shitore të blejnë gjëra për familjen e tij, e ka përdorur këtë momentin, ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën 12 vjeçare dhe e ka kërcënuar, në qoftë se ajo do të fliste, ai do ta vriste. Dhe vajza, të gjithën këtë të vërtet të madhe edhe të hidhur, e ka treguar në polici. Aktualisht, autoritetet janë duke kryer veprimet hetimore në mënyrë intensive. Janë marrë edhe po merren në pyetje familjarët të dy palëve, ndërkohë që e mitura ka pranuar ngjarjen në prani të psikologut. Në me thënë, në prani të psikologut, inspektoriatit, vajza e vogël e ka treguar të vërtetën se kush është djali që e ka lënë shtatzën, por e vërteta rezulton që zotëria, në këtë rast Rushani, i cili është në një moshë të konsiderueshme, e ka lënë shtatzën vajzën 12 vjeçare.
në kushte të mbrojtura dhe sipas protokolleve ligjore për raste që përfshin fëmijë. Rrëfimi i saj konsiderohet kyç për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë. Familjarët e 12 vjeçares janë shprehur jashtë kamerave se presin që drejtësia të bëj punën e saj deri në fund. Ata paraqiten në gjendje shumë të rënduar emocionale, duke përjetuar një përzierje, dhimbje, tronditje dhe turpi për ngjarjen që ka ndodhur. Sipas tyre, familja po përballet me një traumë të thellë psikologjike, ndërsa shqetësimi kryesor mbetet shëndeti dhe ardhmja e vajzës së mitur. Ndërkohë njëra prej të afërmve të dyshuarit, të autorit të dyshuar, Zybe Selko, bashkëshortja e kushëririt të Rushan Selkos, është shprehur për mediat se nuk kishte dëgjuar më parë fjalë të këqija për të dhe se për ngjarjen kishte mësuar vetëm së fundmi. Ajo ka deklaruar se është ndjerë tronditur nga lajmi dhe se nuk ka pasur informacion mbi atë që dyshohet në fakt që të kishte ndodhur. Do me thënë ajo ndjet tepër e tronditur, ndjet tepër e mërzitur në fakt me atë që ka ndodhur dhe i duket e pa imagjinueshme se çfarë ka bërë Rushani, sepse në zonën e Pogradecit Rushani është deklaruar si një njeri shumë i mirë, do me thënë një njeri me zemër shumë të madhe. Sipas saj, Rushan Selko njihej në fshat si një njeri familjar, baba i 4 vajzave dhe gjyshi i disa nipërve dhe mbesave. Ajo thekson se ai nuk ishte perceptuar si person problematik dhe se në komunitet kishte një reputacion shumë të mirë. Do me thënë, Rushani ka 4 vajza dhe është bërë edhe gjysh, do me thënë 2 vajza i ka të martuara. Ai person është i mirë, nuk është aq i keq, thot kjo. Nuk kam dëgjuar llaf të keq për të. Unë tani e mora vesh dhe u trondita. Njihej si buri mirë në fshat, ne nuk kemi ndjer asgjë. Familjen e vajzës nuk e njoh, nuk ja kam iden fare, nga i njëjti fshat jemi, por unë ri në shtëpinë time. Ai është familjar, ka 4 vajza, është gjysh, ka nipër e mbesa, fëmijët i ka të martuar, ka deklaruar zonja në fjalë. Ndërsa hetimet vijojnë, rasti ka ngritur shqetësime të mëdha mbi sigurinë e të miturve, besimin brenda komuniteteve të vogla dhe nevojën për ndërgjegjësim më të madh të familjeve. Autoritetet kanë bërë thirrje që çdo rast abuzimi apo dyshim të denoncohet menjëherë, duke theksuar se mbrojtja e fëmijëve është prioritet absolut dhe se drejtësia duhet të veprojë pa asnjë lloj kompromisi. Ngjarja mbetet ende në hetim, ndërsa pritet që në ditët në vijim të dalin detaje të reja lidhur me këtë çështje të ndjeshme që ka tronditur jo vetëm familjet e përfshira, por edhe mbar opinionin publik. Në fakt, ky është rasti që na ka tronditur të gjithë. Unë dua të çoj një mesazh tek të gjithë shqiptarët që kontrolloni fëmijët tuaj, kujdesuni për fëmijët tuaj, sepse në fakt kjo që ne shohim është një tmerr i vërtet e turpshme në fakt, edhe për ta komentuar, turp edhe për ta thënë. Ne do të takohemi sërish së bashku, dua të marr mendimin tuaj për këtë ngjarje.